129 vdekje të parakoshme për çdo 100.000 banor. Ky është bilanci i lidhur me ekspozimin ndaj ndotjes nga grimcat e imta PM2.5 në Shqipëri, sipas të dhënave më të fundit të Eurostat për vitin 2023. Me këtë nivel, vendi ynë renditet i 4-ti në Europë për ndikimin shëndetësor të ndotjes së ajrit, pas Maqedonisë së Veriut, Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë. Shifra është 3 herë më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian, e cila është 41 vdekje të parakoshme për 100.000 banor. Grimcat PM2.5 janë ndër ndotësit më të rrezikshëm të ajrit, pasi për shkak të përmasave shumë të vogla deportojnë thellë në mushkëri dhe lidhen me sëmundje të zemrës, probleme të frymëmarrjes dhe rritje të rrezikut për vdekje të parakoshme. Burimet kryesore të tyre lidhen me ngrohjen e banesave, transportin, aktivitetet industriale, përdorimin e karburanteve me cilësi të dobët dhe djegjen e mbetjeve. Të dhënat tregojnë se Ballkani vazhdon të mbajë barrën më të rëndë të ndotjes së ajrit në Europë, ndërsa vendet nordike kanë nivelet më të ulta. Pavarësisht përmirësimit në shumë vende të Bashkimit Evropian, diferencat mes rajoneve mbeten të mëdha, duke e kthyer cilësinë e ajrit në një sfidë të rëndësishme shëndetësore edhe për Shqipërinë.